gjithkohës live streaming në YouTube me të gjitha programet tona për të mos haruar syri.net ku mund të informoheni mbi të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe jo vetëm. Dhe do të rikthehemi në temën e ditës së sotme, që është e shkurtër, e pakët, koncize, por intense shumë. Tao Balla, mirëpresim të gjitha opinionet tuaja për mesazhesh, telefonatash në 069 27 22 27 2. Dakord, miqtë dashur, vazhdojmë me procedurën tonë. Duhet ta kemi një patjetër nga ato të mirat. E mirëpresim në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur. Përshëndetje. Gazetar. Unë në lidhje me temën do të them vetëm kaq. Zoti Balla, po ti shtaj si aftë kishte ble diplomën tonë, s'ka pas nevojë me derë paret atje në Rumani. Ndërsa disa tjetër dështoja dhe dhe lutësha juve, në ekranet tuja, mos na e neverit një ekranin tuj i cili është vërtet i mirë, me disa analist si Alba Kros, e disa analistë të tjerë të cilët akoma nuk din drejtësimin shqip dhe duhet shkojnë të mësojnë drejtësimin njerë përpara, pastaj vinë të vendosë. Me qenë se qekën aq të aftë, duke përfshirë dhe Baton Haxhine, sa Melahima e ta të tjerë, të cilët po të ishin aq të aftë kishin vendosë një rregull dhe një shtet ligjor në Kosovë, e nuk ka nevojë me armën a shqip. Mos të bëjmë kështu separatizma se Kosova të paktën ka votime, ne s'jemi as ka ajo faza. Të lutem, e vetmja gjë edhe ato po dështojnë tash 3 herë po kalojnë zgjedhje. Edhe plus asaj të heqin tabelat ku kanë serbisht edhe dialektin akoma kanë gjysma serbisht e gjysma shqip në një kohë kur janë shtet i pambarur. Me qenë se qekën aq të aftë, vendosin rregull në shtetin e tyre. Edhe njëherë nuk jam dakord me separatizmin në këtë formë. Faleminderit zotëri për telefonatën, përshëndesim mikun ton. I urojmë 1 maj. Dhe duhet bashkohemi në këtë urim për 1 maj për 1200 punëtorët e hekurudhës shqiptare. Mezi për prisë. Të cilët mezi e kanë pritur këtë ditë pushimi pas asaj pune me aq shumë trena sa kemi ne, tren mallrash, tren pasagjerësh, tren Tiranë-Durrës, tren kombëtar, tren ndërkombëtar, nuk e di, tren plazhi. Tren plazhi? Po, ka tren plazhi. Ky i Lungomare që. Po, ai. Gjithashtu dhe pseudo-gazetarëve që familjarët u marrin rrogat e inceneratori. Unë preferoj ata që e marrin rrogën të usjellës kanalizime. Vazhdojnë ende ata? Oj të vazhduar. Mirëmëngjesi, me mbarimin e luftës erdhën të kuqt në pushtet. Prishin kishe e xhami nuk festoi asgjë, diktatura që u ngrit festonte 1 maj si festë punëtorit. Aty tregoi vërtet fytyrë e diktaturës. 1 maj është protest për punë, për rroga më dinjitoze, për kushte dhe jo për të festuar që jemi pa punë. Kush feston sot është komunisti 44, thot Miri nga Fieri. Dakord, Miri nga Fieri, ndërkohë një tjetër na thot, përshëndetje, e ka shkruar Tao Balla regjia të Strisha apo me P? Nuk e di. Me B, more me B më duket, me B. Me B. Të postojmë në një tjetër mesazh, mirëmëngjes. Jo, Italia nuk na lë të lexoj mesazhe. Po ti e di që kishe një informacion të fuqishëm shumë. Po, se dëgjojmë Italinë pa. E more vesh që shqiptarja më e famshme e momentit bënte namin duke abuzuar me punëtorët e saj me ngjyrë kafe. Pash diçka. Pash diçka. Dhe nga momenti që ka dalë lajmi që Hajdini, zonja Hajdini, dhunonte seksualisht stafin e saj të banka më e madhe në botë, JP Morgan, dhe na bën krenar që atje kemi një vajzë shqiptare me goxha autoritet, e disa aplikime për punë ka pasur në këto 24 orët e fundit? Nga momenti skandalit? Po. Sa? 400.000. 400.000 njerëz duan ta kenë atë shefe. Paka shumë si Belinda. Paka shumë. Misha fjala te Belinda, te tema që kemi ditën e sotme, zonjën Kumbaro e për vetëm gjithashtu, dikush tjetër që është paraqitur në SPAK ditën e djeshme, ka qenë administratori i Alco Impex, Arber Abazi, i cili u paraqit në kuadër të hetimeve për dosjen Balloku. Në qendër të hetimeve për këtë dosje është ish zëvendës kryeministra, por Arber Abazi është biznesmen i lidhur familjarisht me zëvendës kryeministren. Kjo është pjesa interesante se sa të lidhura janë gjërat ish zëvendës kryeministren, sepse bashkëjeton
me vajzën e tezës së saj, si dhe është një herazi Nipi, ish deputetit Partisë Socialiste Sadri Abazi. Ky është Nipi Sadriut? Më herët SPA ka kryer kontroll në banesën e Arbër Abazit lidhur me hetimin e tenderave të loteve të Unazës së Madhe të Tiranës dhe emri i tij ka dalë në hetimin e procedurave për ndërtimin e Unazës së jashtme. Këtu do më lejosh të jap një lajm. Po, të lutem. Një nga lotet e Unazës së Madhe që e kanë marrë dy emra shumë të njohur, madje për njërin nga këta para pak ditësh Edi Rama tha që si guxojnë. Jeton në shtëpi me qira apo jo? Nuk tha kështu, tha si guxojnë ta konsiderojnë këtë që merret me krim dhe korrupsion, ky është ndërtues. Do ju kujtohet emri. Morën njëri nga lotet nga Belinda, morën njëri nga lotet, në letra ishte 4 kilometra. Dhe sipas letrave që kemi në dispozicion, ndërtuan 3.2 kilometra, jo 4, edhe pse loti ishte 4 kilometra. 3.2 kilometra vodhën në gjerësi në rrugës, gjithashtu, pra në gjatësi dhe në trashësi. Po. Dhe fituan aty 2 milion euro kështu. Vetëm me gjërat që nuk bën. Loti 4. Se loti si pikon në zemër të Dakor. Eci me Italinë. Buongiorno Flavio. Buongiorno. Mirëmëngjes, gëzuar një majnë. Gëzuar. Edhe juve. Sigurisht komunistët janë shumë të lumtur sot në datën 1 maj. Gjithë klika e Partisë Socialiste, se ka qenë një festë në kohën kur disa politikanë Partisë Socialiste aktualisht në pushtet rishin krah për krah gjatë ditën verë. Mos gaboj. Okej. Dhe dyta doja të pyesja nëse në për trenat e Shqipërisë, në linjat e Shqipërisë, janë ngritur biletat apo janë ulur? Janë ulur biletat. Okej. Gjithsesi. Madje në disa trena është falas, nga që treni s'lëviz mund të hypesh dhe të zbresësh sa herë duash. Okej. Po Tiranë-Durrës, e di se çfarë çmimi është? Po, do të jetë mja 800 lek, problemi është që do 20.000 lek që shkosh deri në Vorë ku është stacioni i Tiranës. Po punon vetëm gjatë rëstinës verës apo jo? Jo, edhe ndimër edhe natën. Se kam frikë se mos futet ujti nga çatia prandaj. Jo, është çati metalike. Dakor, thank you. E përshëndesim mikun ton nga Italia, ndërkohë më pëlqeu shumë kur e lexova dhe zbulova atë dokumentin. Loti 4 kilometrash është në SPAK, po hetohet, është një nga ato akuzat e shumta që rëndojnë në kurrizin e Ballukut, për cilin SPAK-u e ka marrë pak me relans, pak shtruar. Megjithatë, ne ecim me të tjera zhvillime. Dikur shifnim ca kuklla, më sa kuptoj që quheshin Tao. Ashtu është bërë Tao jon kudha e kryeministrit. Okej. Balla është një maçok papagall që kërkon të bëhet burr me pahir. Dakor, Flavio Gjeda mos e ul nivelin e emisionit. Vjen nga gjizën me krimba e ka ushqimin më të mirë. Dakor, agresive kjo. Balla është si Lejfeni, është etaloni i njeriu që merret me hajdutërinë, por si të zvrasjesh, shpifjesh, djem dhe rreshta fajnja hodhi Ramës. Jashtë sallës së gjyqit u botrim, ndërsa brenda saj rrinte si pul qerose. Si pul qerose, është. Interesante. Ta më presim një telefon në studio? Më presim pa humbur kohë. Alo, mirëmëngjes. Sa të mendohet telefonata në studio, ecim me New Yorkun. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Si keni një Flavio? Fuqishëm shumë. Gëzuar një maj një herë, një vit, një muj i mori mirë. Faleminderit, zotëri. Dhe ishte komentoj pak të Hollandove, po ku t'i vjen e t'i doshit e t'i që i kon me kamion, si të të veprojnë e më mërë. Do jetë interesante. Shumë interesante. E i mund që pëndohën e djemojnë. E kishte kapi frikë, po. Ishte trëmbur pak. Imaginat i kur t'a thirin për dosjet e tia. Pas gjëme. Nese, pun toalet halet. Deshta me komentuat pak Albatrosin që... Qa ka Albatrosin? Deshta për të përshënësë Lefter Malisin për qaj mallin e ti Stazimje që
kur qajtë prej të Olinë të Lalierë, nuk e dhja manë me... Po, sigurisht. Po, ta janë, të duhet të janë opozitorë, të janë ti falenderosh ti pish ujë për shtetet e nga Shkodra. Dakor, faleminderit. Dhe përshnes zoti Rujt. Përshëndesim mikun ton nga New Yorku, ndërkohë ta dëgjojmë pak Tavlan Ballën kur takoi gazetarin e Syrit Fation Gjinaj, kolegun ton. Po, të lutem. Nuk u zbavit dhe aq shumë. E pak treshin. Më prisni deri në fund ke një koment Rama, sqarimet të përgjithësosh personi. Më pyeti zoti Rusta diçka, ai qëndroi kallëzimit tim, se kjo ju intereson sot. Deklaruar i rrem zoti Balla. Strasburgu është shprehur për zbarritje 8 vite të procesit. Po mirë, ti e pas edhe me. Jo. Quhen Fation Gjinaj. Ti e pas ke Fation, ti e pas ke me për shkak detyrës. Atëherë, që ta dish ti. Ju për shkak detyrës, a jeni i gatshëm për tu hetuar për kallëzim të rrem? Banka akuzuarve më kanë kallëzuar mua për shpifje në vitin 2012. Pyeti si e kanë fituar. Procesi i hapur. Jo, nuk e pyeti. Tani, jo, lermat që ke këto kushtetuese ti le. Tani, një gjë është e sigurt. Këti kallëzimi tu e kam sill me vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që tu kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5%, dhe 5% që ndryshoi destinacionin zoti. Dhe Pluta. Kush ndryshoi destinacionin zoti? Pluta, ti e di se sa të respektoj unë, po sot po flasim për korrupsion. Çështja për Interesante është që tha i qëndroj, tha denoncimi tim, i qëndroj kallëzimi tim, mirë po siç dim nga burimet brenda gjykatës, atje brenda nuk i qëndroj më denoncimi. Se të pati, e humbi pakën. Jashtë i qëndron, brenda nuk i qëndron. Siç ka qenë një ditën tull, natën qull. Pak a shumë edhe kjo. Ja, për shembull, ma e pak një nga deklaratat shumë simpatike që ishte të Tavlan Ballës brenda në gjyq. Ma e pak atë listën, të lutem, 4-ën. Këto janë shënimet e Abi Maltezit dhe ndër reshta do shihni edhe momentet kur ai thotë që i kanë zbuluar nga media këto gjëra. Nga media? Edhe pse, është një video shumë simpatike e mbrëmshmja e Artan Hoxhës të Qimpeka, kur tha i ka zbuluar nga media, dakord. Kallëzimi është bërë në 2020-ën. Po. Në fillim të 2020-ës. Media, dhe media e preferuar e tyre, Shqiptarja dhe Reporti, Shqiptarja dhe Reporti, dosjet dhe investigimet i ka bërë një vit më pas. Pra, ky ka parë televizor një vit para se ta japi televizori. Wow. Shi çfarë inteligjencë. Duhet ta kishte më të madhe kokën me këtë lloj truri. Nuk kisha asnjë koment për formën e kokës Tavlan Ballës, mos më shif ashtu. Jo. E di se kisha për këtë. Tavlan Balla i shpëlar, ka 4 këmbë katrori, 4 këmbë, 4 këndori. Nuk është fare etike. Jo, po është fani. Sa për taun, ai ka të spikatura 2 karakteristikat e 83-shës së famshme, bën pjesë në grupin e ignorantëve të zeqinesarave, por edhe të grupi maskareve. Ka kohë që ka zënë vend deri në shkallën e drejtuesve të këtij vendi, po unë nuk e kam qartë se cili nga grupet është më keqdashës për këtë vend, ignorantët apo maskarent. Nuk e di, mirëmëngjes, më kështu nuk gjendet kund se ky i ka të gjitha të këqijat. Hajdut kriminal imoral. Për imoral nuk e di, beshakati. Mirëmëngjes, fletë dhe greta rreth parë urojnë ditë të muajit të mbar, sa për Taulant të Jaro Begas. Taulanti themi të vërtetën, të lutem a le ta lexoj këtë mesazhin telefonata. Themi të vërtetën është shumë i neveritshëm dhe një urim vetëm të keqe për kriminalet, se e shkontarizuan kriminalet këtë vend si Tau Balla. Ndërkohë, edhe më kujtoj pak ky mesazhi, ilaçi Tipofen ka 6 muaj mungesë që përdoret për tensionin dhe për zemrën. 6 muaj? 6 muaj, këto 6 muaj të fundit nuk kemi as tension, as probleme me zemrën në Shqipëri. Oh yeah! Ja hodëm. Oh yeah! Vazhdojmë një tjetër mesazh. Mirëmëngjesi, Berisha ka kryer detyrat ndaj PD dhe shqiptarëve. Sa për Ballën Skeçfole është njeriu më i urryer, habitem si PS e mban në radhët e saj. Ndoshta ai është qëllimi. Tau Balla shkurt e saktë. Ky epitet vlen për gjithë rilindasit. Dakor. Të tjera zhvillime të shohim. Ta shohim edhe një herë Zeqinen apo s'do? Jo, jam dakord. Apo të shohim Mirela Kumbaro në SPAK. Okej. Më mirë Mirela. Të jemi të barabartë. Po.
A mund ta shohim në 200 euro? Ja, mirë. Njësoj. Isha në cilësinë e personit në Dieni, por një çështje që ka të bëjë me stadiumin Arena. Kaq ishte? Kaq. Do jenë më të shkurtra reklamat tona.